Prej 16 vitesh, disa ditë muajt shkurti kushtohen miqësisë mes gazetarëve shqiptar, një traditë që ka forcuar bashkëpunimin dhe komunikimin në hapësirën bashkëshqiptare. Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar Aleksandër Qipa vlerësoi përfshirjen e edicionin e këtij viti të gazetarëve nga i gjithë Ballkani Perëndimor me fokus promovimin e aseteve turistike të jugut të Shqipërisë. Disa nga ditët e muajit shkurt, prej 16 vitesh tashmë, i kushtohen miqësisë mes gazetarëve shqiptar. Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, Aleksandër Qipa, vlerësoi faktin që në edicionin e sivjetëm të ditës së miqësisë u përfshin gazetarë të ardhur nga gjithë hapësira e Ballkanit Perëndimor, hapësira shqiptare kryesisht, me fokusin njohjen e aseteve turistike të jugut shqiptar. Në zonën e Dropullit ku jeton pakica greke, ku gazetarët e ardhur nga rajoni Union me pasurinë etnografike, kulturore, me vlerat e identitetit lokal të tyre dhe në mënyrë të veçantë raportet midis shqiptarësisë dhe grekësisë në këtë rajon të pakicës greke. Mandej ndalimi që u bë në Saran përfshiu një forum, një panel ku gazetarët diskutuan për asetet turistike që ka Saranda, për perspektivën e këtyre aseteve, projektet zhvillimore dhe nevojat për të pasqyruar mediatikisht, sidomos në sezonet turistike të bashkisë së Sarandës. Ndalesa e fundit ishte në bashkinë e Himarës, ku vizita në pjesën më të vjetër të qytetit në Kalan e Himarës. Ky edicion përmbyllet këtu për të përsëritur dhe vazhduar më tej në vitet e ardhshme, duke shënuar njëkohësisht edicionin e 16 të realizuar ndër vite. Gjatë qëndrimit në Sarand, interesi gazetarëve pjesëmarrës në eventin e miqësisë u drejtua me njohje nga asetet turistike të këtij qyteti, qyteti antik i Butrintit dhe problematika të vizitueshmërisë në rritje e të menaxhimit të tij morën vëmendje të posaçme të gazetarëve gjatë vizitës në këtë pasuri tashmë 34 vjeçare në UNESCO. Duke udhëtuar drejt rivierës shqiptare, një ndalesë veçanërisht tërheqëse ishte kalaja e Porto Palermos. Gjatë bashkëbisedimit, këshilltari i Bashkisë Himar, Thimjo Gjinuci, u tregoi gazetarëve të pranishëm për profilin e Bashkisë Himar. Mariotët kanë kuptuar me gjithë botën në vite që njerëzit. Gjithë bota e tyre ishte vetëm në botë. Ikën, sollën, gjithë kjo miksi kulturë, se Himara ka shumë kulturë. Dhe nuk duhet të ndajmë. Organizimi i ditëve të miqësisë mes gazetarëve është kthyer tashmë në një traditë të qëndrueshme që lëviz e fokusohet në të gjithë hapësirat shqiptare. Në vitin 2026, ky event është në vitin e 16, duke ndikuar realisht në njohjen nga afër të jetës së popullsive të gjithë territorit ku jetojnë shqiptarët.